fatëmpitë që s'është edhe Koalicionet në nivel lokal nuk janë gjithmonë të suksesshme. LDK-n e ka shkatruar LDK. Jo, në historia jonë tregon që janë shumë të suksesshme të organizamën. Në Prishtinë tregojnë që janë shumë të suksesshme. Koalicionet në fakt e kanë përmbysur Isa Mustafa me një rezultat kulminant. Arben janë bashkë. Kushte edhe në historia gjithandej tregon në 2021 në 11 komuna ka qenë në balotazh e para vetëvendosja. Për shkak të koalicioneve i humbi mbetin e jo në ashtë për shkak koalicioneve, po edhe sentimentit që filloj më ndërtutën i antive e partive të tjera. Po, i bie që këto koalicione janë të suksesshme. Pyetja ime është dhe kam dëshirën që secili ta japë në 10 minutë. Në këtë rast Turan Ismaili duhet të vendosë interesin e partisë në nivelin nacional, sepse në nivelin nacional PDK-s nuk i konvenon që vetëvendosje të marrë Prishtinën, i konvenon që të mbetet në LDK. Apo duhet të shkoj me idenë që këtë rritin që ka bërë në Prishtinë ta konsolidoj pa hyrë në koalicion me Përparim Rama. Mas pari, Ismaili e din që 70% e votuesve nuk janë të PDK-s. Janë gjenerata e re, që as nuk e vjesin Uran Ismailin ku po dën Tim Jamajt apo dën me Ajrullah Qikun, a me Përparim Rama. Për çfarë gjenerata kanë votuar? Qere, mos me qenë bashkë që se vesin edhe nuk shkojnë me pyet, po më nëjë. Nuk është argument kë. Unë po e bëj një pyetje, ti po më jep një drejtim këtë ndryshe. Pse? Ti po më thu tash nuk ka relevancë Urania? Për me vendus për Ajrullah Qikun edhe Përparim Ramën, zero relevancë ka. Zero. Unë tregova që në të kaluarën, koalicionet kanë vendosur gjithçka në Prishtinë. Para 4 vitesh e kanë vendosur rezultatin. Edhe në tek shpendameti e kanë vendosur rezultatin. Kur po më tregon ti që ka ndodhur në koalicion edhe s'ka vendosur rezultatin? Është vërtet kjo. Tregoma një rast. Nuk është e vërtet. Arben Vetia u kon shumë i dopt. Që shumë i dopt. Ç'është? I pa përgatitur. Në botë të luftës kundër pandemisë, ministri shumë i suksesshëm, e lën ministrin, po del i pa përgatitur, as pak i përgatitur për këto. Po çush e japën rondin e parë 46%. Po 33. A mashinë 46 a 33? Tash ti nikë më i dop Krenor është një nevojë me statistika. Nëse Arben atë jo me mendim sa që nëse Arben Vitia ka qenë 46%. Krenor, nëse Arben Vitia ka qenë 46%, e Përparim Rama ka qenë 29%, e Uran Ismaili ka qenë më pak se 27, ka qenë 21%. Këta dy bashkë më rrin me mujt Arben Vitin që ka qenë të dy bashkë vajzëm shifra. E më që më japën vitin shumë atë madh, çysh pas ka mundësi tash më shumë. Po me çit logjika, çau po me Uran Ismail, no bu çto 4 vjet më i mëshëm, a çam ndodhi që u rrethon votat. Jo, ka ndryshuar reformat, ka ndryshuar kundër kandidat, ka ndryshuar reformat. Çfarë? Çysh me statistika s'mund.